Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Naime Gjongecaj, kryetarja e forumit të grave të Partisë Shpresa Demokrate. Naime, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe jam shumë e lumtur që bëj pjesë në këtë lëvizje demokrate të gjitha trojeve shqiptare, të Shqipërisë natyrale, për nanën, për motrën, për vajzat, gjyshet, tezet tona dhe për të ardhmen e vendit tonë. Naime, cili është roli i femrës shqiptare në këto 34 vite tranzicion? A janë më të lira siç ishin gjatë 45 viteve të komunizmit? Gruaja shqiptare ne do ta ndajmë në dy etapa. Gruan shqiptare të realizmit socialist, 45 vjeçar, dhe gruan shqiptare të 35 viteve keshte demokraci. Gruaja e realizmit socialist ka qenë një nanë që ka punu në Aran, Fusha, në Kodra, kudo, e ka majt familjen me uzina, me fabrika, dhe për të hecur para kanë qenë me pakicë ose me pikaturë në përgjitha rrethet e Shqipërisë që i merrnin për të aktivizuar aty ku donte forca politike. Ndërsa gruaja 34 viteve demokraci ndryshon me gruan europiane ose me gruan dhe gruaja shqiptare 35 viteve demokraci e ka kuptuar një çik me gabim fjalën liri ose demokraci dhe gruaja europiane e ka në plan të parë veten e vet. Dhe një njeri që vlerëson veten e vet në obligimin ndaj vetes vet do të thotë në obligim ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj kombit dhe ndaj të ardhmes vendit. Dërsa gruaja shqiptare në këto 35 vite është munduar me gjyks për të jetue, po në radh parë ka nu familjen, ka nu parafisin, ka nu kombin, ka nu gjëna tjera. Dhe vetë ka ngel e shtypur dhe mkambur nga shoqëria dhe shumë forca politike e shumë gjëna tjera që janë deri sot. Naime, kemi vënë re që femra me vlera, femra e fortë, has në shoqërinë tonë shpërfillje, përbuzje, a nuk është kjo shqetësuese për të ardhmen e shoqërisë shqiptare? Kjo është nuk është pyetje, po është një aktualitet shumë i hidhur në shoqërinë tonë. Është një aktualitet shumë i hidhur për Shqipërinë, për të ardhmen e vendit tonë, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Malzi, se programi jon është Shqipëria natyrale. Do të thotë për gratë kudo që janë dhe jetojnë brenda territoreve natyrale shqiptare. Dhe është një temë shumë e ndërlikuar, se femna është më shumë duke përdorur si plazh, si dhunë, jo me arrit aty ku don. Ka me qindra djem e vajza dhe vajza nana motra që punojnë me gjyks për të arritur, po nuk ka shanse politika ose organizimi 34 vjeçar që femnat me virtytet mos hecin, po të hecin femnat e pazareve, të femnat e bizneseve që janë të pa drejta, të pa legjerume, sikur që janë televizoret e shumë gjëna që janë njerëz të paguam për të bërë politikën që ju intereson atyne. Cila është femra me vlera? Femra me vlera është shumë fatkeqësi e madhe që ta lash me çast sot. Nëse ti je një femër me vlera, nuk të hapet rruga për punë. Ose të punë aty të je detyruar, ose të eprori, ose të drejtori, ose të gjitha institucionet që vinë me radhë, ti t'jesh vegël e tyne. Edhe një diasporës që vjen një çunë ose një gocë, ajo përdoret 1 muj, 2 muj dhe nuk mundet të integrohet me këtë politikë që është përdorur në 35 vite në institucionet tona shtetërore. Dhe e ka shumë të vështirë me ça, si femna, si studentja, si motra, si gjyshja, si tezja, si në biznes privat, ashtu edhe në shtet. Dhe kjo është një ndër pikat kryesore që ne, si Shpresë Demokrate, ja sugjerojmë të një mbështetje të paimagjinuar për femnat me virtyte dhe me morale për familjen dhe për integrimin e vendit. Si shpjegohet që studentët, pasi mbarojnë studimet, hasin shumë vështirësi punësimi? Mu personalisht më ka me punu shumë në për shumë shoqata e lëvizje të ndryshme dhe më ka me taku studente që kanë marrë me 10. E ka marrë provimin 10 ajo dhe edhe sot është e papunë. Është edhe sot që punë vullnetare. Llogaritë ku ka arrit, ose i kanë thonë me dhënë 5.000 euro. Do të thotë që vlera e femnës që ka vlera, që mundohet të hecin, që mundohet të bëjnë diçka të mirë për vendin e vet, sot ka arrit vetëm me lek. Po s'patë lek, po s'patë mik, po s'patë njohje, ti nuk mundesh me ça. Dhe kjo është një problem që rinia jonë, studentat tonë po ikin rrugave të botës, se atje zgjidhen njerëzit e zgjuar, zgjidhet njeriu që ka kulturën dhe ka zhvillimin, jo njeriu që ka mikin. Shqipëria është veç kush ka mikun. Naime, cila është arsyeja që çiftet e reja preken shpesh në divorci? Është çështje kulturore apo si pasojë e problemeve ekonomike? Për mendimin tim, divorcet janë shumë problem.
jo vetëm të çiftet e reja, po në shkallë republike, si në Shqipëri, si në Kosovë, si Maqedoni, me alzim një kohë që në Shqipëri kena qenë shtet më i integruar. Po është bë problem edhe në qytetet, edhe në zona tjera që janë të Shqipërisë natyrale, dhe kjo është një problem shumë shqetësues. Për dy pika. Në Shqipëri është vetëm ekonomia. Ekonomia është baza kryesore që mu më kara me komuniku me vajza, si më jetove 12 vite se bane një fëmijë, me çata mbaj fëmijën, me çata veshi fëmijën. Në një kohë që llogaritën çmimet me Europën janë 3 fish në Shqipëri të janë nis tek qumshti i fëmisë, te pampersi, te bibironi, pa arrit tek karroca që këtu bën denj 700.000 lekë. Merre mend me çka do të arritin. Një kohë që 2 çifte burrë grup punojnë, nuk mundën me pagu që ranë drita tujt dhe ne si shpresë demokrate me kryetarin dhe zotin Plumpilinçi dhe grupin e punës që kemë për gruan jem mbështetje të çifteve të reja. Automatikisht i mbështesim dhe këto çifte të reja të marrin kredim me 100% me bankën që të kenë mundësi me jetu, të kenë mundësi me formu familje, të kenë mundësi me bë fëmijë. Dhe kjo është një mbështetje që do ja bëjmë veçanërisht çifteve të reja. Si shpjegoj që pensionet në Shqipëri janë më të ulta se në Europë? Kjo është përqeshur për 2 arsye. Nga që kam punu shumë, ka me punu në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, të 3 vende më shumë, dhe i pysune, sa ke pensionin? Unë s'kam punu kur, thëta jam del 100 euro pensioni. Niko që në Shqipëri, di njeriu që ka punu në gjeologji 25 vite, ka 90.000 lekë pension, 90 euro, $90 pension. Merre me mend ku kena ne. Edhe pse kanë miratu disa ligje që thonë, ke miratu ligjen e njën para 94-s, e mas 94-s, kjo përqindje, ajo përqindje, qa do bëjon që i kam 35 vite punë? Ndeli 180 euro pensioni. Në botë, të bëjsh 30 vite punë, nuk ka shanse me kanë pensioni poshtë 1.500 dhe 2.000 euro. Shqipëria është katrahur. 34 vite është bën një katrahur për nimen ekonomike, për pensionet, për moshat e treta dhe është një problem shumë shqetësues që ka njerëz që nuk janë fare moshë e tretë dhe marrin pensionet. Dhe këtë duhet një grup pune i fuqishëm që të mbështesin moshat e treta, mos t'i majnë diaspora. Diaspora, fëmijët, po majnë plesh që plaka në për Shqipëri. Është një ndër problemet shumë shqetësuese që ne do ta ngrejmë dhe do të bëjmë me grupin e punës që kemë të arrijmë diçka të mirë për vendin tonë. Me të falenderoj. Shumë faleminderit, kënaqësi. Dhe panelit tjetër do të kena studenta, dje me vajza të mrekullueshëm ftuam me gjitha problemet e komuniteteve që kanë vajzat edhe nënat tona. Patjetër. Të dashur miq të televizionit Shpresa, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.